Përshëndetje dhe mirë se vini në Oda Podcast. Unë jam Marko. Unë jam Manjola. Dhe unë jam Joana, dhe si gjithmonë kena Elvisin, më të mirin producent tonin këtu mrapa kamrave. Këtu sonte jena mlell 5 shkodran. Jena krenari, në fakt, e tham me plot fjalen, sepse normal kanë pa thonë edhe tjetrën që mirë ati që nuk lefden vedit, i djekë shpia, ne nuk në djekët e herë 100%, por këtë ju siguraj. Kena insurance. Por me të vërtet kam krenarin edhe knatësin me prezentu mikun ton Shkodran, Indrit Topalli, që ka me ken një notë fantastike, sepse jemi disë shkuftohet. Mirë se ardhe Indrit. Mik i joni, në fakt se 8-4, si unë Elvisi, si Elvisi, si Marko, si Joana, jena me të vërtet miq të vjetër, se Shkodrant lidhen gjithmonë në përvendet huja, jena miq të vjetër në Michigan. Indrit Topalli me një histori është i ri, po tha me gjatë, sepse është e gjatë edhe e bukur. Me shumë gjana, me shumë surpriza, edhe ju siguroj që keni më kënaqur këtë bisedën tonë sonte. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Është nësi me kanë këtë mesin e Shkodranëve të mi. Dhe shpresoj që ta kalojmë bukur. Pa diskutim, por Joana më ka thonë më përpara dhe me fillua ja. Të nuk e di atje la Joana sa ta filloj unë pyetjen e parë. Indrit na deftas se ata nuk e di se na dinë kush është Indriti. Pa na deftan Indriti, kush është Indriti me pak fjalë mandenen po e zbërthejmë temën. Unë jam le në rritë Shkodër, kam shku të shkolla Brangadia, që përse që e dini, Marko edhe se masë në misës dhe shkollën e mesme kam përfundu të shkolla atë pjede me shkalla, kolegjin e Zojtve. Masonaj në vitin 2009, kam emigru, kam marrë bashkë me familjen këtë në, jo këtu më fakt, nuk është vërtet, në shtetin e Mizurit, ku kemi jetu 3 vjetë, dhe pas 3 vjetëve kena ardhë dhe kena lëviz në shtetin e Michiganit vitin 2012. Dhe që atëherë vjetoj këtë në shtetin. Do me thonë nëtë pas kena jofë, se qysh një atëherë njofim në? Po një atëherë ka marrë. Do me thonë sa pas ka ardhë kena jofë, bravo. Jo, është, por kja është aja pjesa shqiptare, por manenën i ke pas një dëshirë për me e krenu vendin tanë, edhe nuk e ke lanë thjesht ke kry studimet në Shqipni të mesme, se ke ka njëri edhe me dashë s'ke mujtë me shkup në altë, por studimet e në altë më nëjnë i vazhdove në Amerikë, në Michigan, me sa dion të pakten, zumu gabu, edhe fillove karierën me një ngjyrë tjetër. E fillove si avokat? Jo, fillimisht nuk kam fillu avokat direkt, kam fillu... Fillimin e bora kam la pjade. I këtë ishtë në thonë, në fillim kena qejtë me thonë njërësisht të fillimi. Po, kam la pjade, para se më shku të kur jam sëtë, si të tonë e migranat e tjerë, me shumë mundje, me shumë sakrifica, me shumë net pojgjëm, me shumë... të ilan makinës me ka 2 orë gjumë të shku sa një vend prejnë punë gjumë, prejnë punë shkollë punë si tonë kjerë, nuk është se kam bone gjotë dhe nëmër baba se po normalisht mështetja e familjes ka kenë kërësore dhe po mështetja e familjes normalisht nuk do të kisha arrit të ku jam sët, por ata ka një kontribut e merit veçan për atë që unë jam sët. Masanaj në vitin 2015 marrova studimet për bachelor të drejtësi kriminale. Masanaj aty fillova punë në gjykat, si nims gjyqtar të një gjykat në rrethin e Novaj. Po aty masanaj marrëveshja që bana me bosin ishte që si ke planet, teknikisht për atë pozicion punët u duhet me vazhdu la shkollën, por kisha dhe ambicën dhe përpara që me vazhdu, dhe masanaj vazhdova studimet për Juris Doctor, për avokati, edhe punosha full time, 4 orë, në darë, pa. Edhe full time gjatë, se është dhe me thonë, bajegi, orarit të ndosur në puna, edhe studimet, se nuk është kollaj me shku full time kur je edhe të bëjnë doktoratën. Po, shumë, më thonë, dhe edhe në kanë 3 vitet ma shumë shtira tjetë me nga ana personale dhe nga ana
akademike punës, sepse shumë ngarkume, 40 orë në punë, 40 orë studime. Edhe masane kur më delte goja shkosha në klasë. Se shkosha, se nga që shkosha në Lansing, unë punosha në Novaj, jetojnë ma kom, edhe jam ba bosi me kanë një shofër autobusit. E pas ke bosi thujnë Shkodër një herë, Baqallek një herë. Të shkuet të arë. Po frik, dhe man. Edhe masane në vitin 2020, parova studimet për drejtësi, edhe që qysh në atë kohë, masane kam vëshkëllu punë direkt si prokuror në rrethin e Aucklandin, edhe vazhdoj të jem prokuror dhe aty sot. Një djalë i ri, thot që kur ardha, kena botonë të punë të rëndomta, por sot i flasim me krenari, arritje të, ndoshta kjo ishte ajo dëshira jonë për me pas në podcastin ton, arse kena kaq shumë të ri prej ton Shqipnis, në fakt, prej ton rrethave ku kena shqiptarë, se kena në Maqedoni, kena në Malsi, kena në Kosovë, që janë me arritje të jashtëzakonshme. Unë du me ja kalu kolegëve të mi se Marko gjithmonë edhe më thojnë edhe shikusat më thojnë, po lene Markun me fol. Do t'ja ja fjallin Marko tesh. Ta e reda bosin gjikot, Marko. Ma njoj falem në shumë dhe fjallin. E dhe mirë se erdhe, gëzohem që pranove marrë në Oda Podcast. Jo pëse ti se ke nështë me dëshirë, por unë e kuptoj se koha këtu, sidomos në Amerikë dhe pozicioni juj që keni, është koha shumë e zonën, edhe me gjithë kohën në Amerikë, vetëm na dina se është një diçka shumë me vlerë, faleminderit edhe herë. Pak a shumë e prejke atë pozicionin tënd se çfarë punë të bani dhe çfarë statusit keni në jetën e përditshme. Është me të vërtet, si kena thënë gjithmonë, emigrantat kanë ardhur në Amerikë ose kudo që janë në botë, do të kanë punë për shkolla, kanë zënë punë mira, kanë zënë dikush inxhiniera, dikush me drejtësi, dikush me profesione të ndryshme, nuk janë vetëm ata që dalin në përlajme, si gjithmonë thonë ata djem të këqi, gjithmonë ata djem të Anglisë, djem të Amerikë, djem të Italisë. Pra dhe herë, unë e kam me thonë, është me të vërtet një kënaqësi për tonë ne, që kena djemë si ndriti këto në komunitetin tonë të Michiganit dhe diasporës, sepse jo vetëm që i ne për shembull rinis sot i ndriti, por gjithashtu edhe nena bankanar. Edhe herë, du me falenderu edhe për që kanë bërë sakrificë, sikur e theksove parë, se për me bën një djalë të mirë, ose me punë një djalë të mirë në këtë pozicion që jeti, është mund sakrificë, por dhe një edukat familjare shumë e mirë. Falë këtyne në fakt na keni rregulluar edhe reputacionin, sepse në Edina gjithkund nëpër Evropë, edhe nëpër Amerikë, para 20-30 viteve kur vete Marku kena ardhë, shqiptarët e Shqipnisë janë majtë, kena këtu shqiptarët e Shqipnisë me kuptimin që nuk na kanë majtë për atë, nuk jena të mirë, më kupton, por falë punës tonë, tanin, të asaj, temin, të atit, këti, të tanë shqiptarëve, nuk na shohin ma me atë që shqiptarë Shqipnijet. A këniti se nështë të kjo është shumë ma vonë se na. Po kjo është pak ma vonë se unë e Marko edhe nuk e di se si e ke mendën ti për këtë gjë. Bjen dakord me këtë, apo jo? Shëve, unë di me thonë që Amerika është vendi mundësive për këto. Edhe mendoj që asi vend tjetër në botë ku ka emigranta, qofshin shqiptar, qofshin komësive tjera, nuk e kanë atë mundësi dhe trajtimin e barabartë si kur kanë këtu në Amerikë. Unë mendoj, kjo është thjesht mendimi personale, që në Europë gjithmonë me të emigrant. Edhe nuk besoj që unë jap shumë djema dhe vajza shumë suksesshëm në fushat ndryshme që janë në Evropë, por normalisht nuk e kanë atë mundësinë që për shembull me kanë nivele drejtuese ose nivele që janë më të marrë vendimet, sepse në fund ditës ata mesin prap thjesht emigranta, pavarësisht se i kanë kualifikimet nga ana profesionale, por mesin atë stat dhe mëhani i niveli dorë të dytë. Kurse në Amerikë nuk e gjë. Në Amerikë di me thonë që qoftë i zoti, si që dini edhe vetë hapën dyrët, nuk ta hanë kush mundin edhe nuk ta hanë kush djersin, edhe nuk ke asnjë lloj profesionit me di me thonë që nuk e bajnë shqiptarët, paktën të më që kanë qysh në punë më të rëndonta, të kërkime bërthamore, shkencore, fizikanta,
centrale bërthamore, raketa, njëft një person që punon ka punu sniperist në shtëpi bar. Ka kanë Për ka ishte ai? Prej Tiranës. Ashtu, Po, nuk ka asnjë lloj sferë tjetër që na nuk e kena prek. Edhe kjo është fal vendin ku jetojmë, fal mundësive që na japen, edhe nuk edhe punës tonë. Po normalisht, ta na shkojnë dorë më dorë këtë punë. Se nuk është se ta jep nëse ka herë thonë që kujtojnë se i marrim në pe, me kena i pe madje është dhe thonë, ama qa punë dan sota, sa lek dan sota. A më kupton? Por ki punu, ki dar djerës për këtë punë. Po, absolutisht shqipan. Ama nuk ka diferenca që të kisha quaj. Normalisht imazhi edhe njerëz me teknologjinë, me rrjetet sociale, njerëz janë edukuar shumë me inteligjencën artificiale, njerëz shohin që shiko, sikur për shembull kur takoj gjyqtarë se politikani thamë që bësham në Tereza, shqiptarë, ato në habitin, se dim, edhe Google Up, thamë se, edhe, kena shemaj, nuk është se s'kena shemaj, edhe kena mundësi dhe që ka kënë thjesht temporare, nga që ka kënë hapja, transicioni, dhe normalisht që edhe na kena, si shqiptarë, jëtë tonë, për 1% vogël kanë bëllë, gjona që i kanë merit janë më thonë gjithmonë në përballë. Dhe thonë duket veja mu sikur ka marrë dhënë për intervistë, s'kam po lala. Apo ma bani edhe mu në gjyqe. Ja, të shekë rallën ti. Jo për gjë. Po në vërtet gjithmonë Marku se ti je për një testë. Jo më ja, po kujt të shmaruan e pyetje. Ja, unë nuk po flasim të shiher për profesionin se prejkt pakat fush. Ma shumë dhe ishta me dita, ka pas në moment kur ke arë, sidomos në fillim në Amerikë, ti ke kanë shumë miri, po prep match sa ki dit, edhe ke kuptu promotion, që ke thanë që i pënu, që ke arë në Amerikë. Jo, nuk flas për sot, se sot kur arrin njëri shumë gjana njët, ma nej... Jo, më thonë pënu, nuk dhe që i pënu, po, so unë kam dalë 13 vjeç për shpijet, edhe kam punu edhe në Shqipni, kam punu kamajerë, në është fakt. 13 vjeç? Po, 13 vjeç. Kam punu velipoj kamajerë, të drejt teknishi, se s'po i bëjmë pak reklam fone. S'ka gjë. Edhe, nuk është se kam kënë, nuk është se më ka bërë për shtypje puna, si me thonë. Por, kur kena arda në 2009 që kena arda, ekonomia djetë si ka kënë, ekonomia ka kënë për tokë, kriza financiare, hupja shtëpia, dhe vendi ku jetosh Missouri, mundësit ishën shumë pak, me thonë drejten. Edhe lasha pjada për një patriot në shqiptar, edhe punosha part-time, një nga 4 punë që bënsha ishte kja, që lasha pjada. 4 punë? Pa, 4 punë, se 5 orë këto, 6 orë atje, 7 orë atje. Më mundu me marë sa më shumë orë? Po, normalisht, edhe minimum wage, normalisht. Se kam kënë. Po, si ishte për ju, atje dhe më thoshtë, se sa që më kaloj dhe për porën këtë, jam të bo mirë, jam të bo në orë. Edhe, natë për ju tjesë, dhe mon, fillë 2 vite porë ka kënë pështira, me thonë dajnë, mas me exaltu, dhe thoshëm, është i Amerika, ma. Po një është Amerika, në fakt. Një është Amerika, sepse kur fillën prej në fund të fundit, edhe avash marrë trajektorën e jetës, dhe mon, arrinë aty ku dhe ma rrit, është shumë rëndësishme me ditë se prej ko vjen. Po një nuk është Amerika gjithmonë veç. Aja është Amerika fillimeve. Sepse gjithmonë në thojmë se në thojnë një në Amerikë zini me bajet, vetëm punoni, nuk ka gjithmonë. Kur arrin një farë mas disa kuve, ma nej. 2-3 vjetë të para, thoshtë në kanë shtira, por nuk është të mon që ka. Njerëz shohin në rrjetet sociale shohin atë që dojnë me pa, se shitin ata që dojnë me shit, por mundësit që ke këtu nuk i kene si vetë botës, për këtë domon jam me fatë, jena me fatë të tonë besoj. Po, a dhëtë me kënë mirë njohësa gjithmonë këti venit. Absolutisht shqipaj. Sepse shumë herë thojmë na ka lanë që s'na ka lanë vendi jonë, sepse na kishte lanë vendi jonë, na s'kishim kënë se këto. Kun ka erë bajlura, thëmë 5 ditë dhëtë mu falë me thonë që. Jo, unë për vete atë thamë adhonë, jena krenar, se jena këtu, as diskutoj që na e dojmë e vendin ton edhe flasim me ton dëshirën e këta, por mundësina që na i ka lanë Amerika, ose mundësina që i kene Amerikë, nuk i ke kërkon botë. Absolutisht. Por nuk arrijet se tash kena dha qikimin që vetëm punojmë, kena dha atë që, e keni kolegjo atje, i keni, si me thonë, pëmen jashtë. është si puna gjasur, është si thotë, e thot me atësyrin me xhama, po me atësyrin po xhama. Edhe nuk është puna vetëm se shpesh herë për shembull na bim këto në podcast njerëz suksesshëm që kanë kryer shkollën, që kanë biznese ndoshta suksesshme. Nuk ka gjithmonë suksese vetëm thjesht se ke kryer një shkollë ose ke një biznes, por në përgjithësi Amerika ta jep në përgjithësi jetën, mundesh me rregullu këto si don vetë. Jo thjesht me punën, po me familjen, me shumë gjana që në Europë
në përgjithësi në Europë, jo vetëm Shqipëni, po që pa, është shumë më vështirë. Për shembull, Shqipënia për të ardhmen e fëmis, dikush që do me kriju një familje, do të me menu 2 herë gjo me pru fëmijë në këtë jetë, sepse e din që fëmija nuk e ka ardhmen si duhet me e pas në atë vend. Në drejtën kam një pyetje, të pat pasirë si jeni prokuror, punoni shumë në gjyq, në përgjyq, për ditë në gjyq. Për ditë. A punoni me femna aty? A keni shumë firë ku punoni me femna që në këtu në çmendë, me ta. Marit drejta, shumë si po i bo gjohë, Marit. Marika është vladi mundësive të paraportë. Zdi si adel më vladi, unë e di fena jam këtu, edhe me të thonë vetën ka herë më del mendja krejt. Ja, Mark, me qëtësi Me qëtësi, për një Marko Mane edhe ujë për para. Ta me lidhë pak edhe me vendinjen, indrejt, sepse pa na emigrantat e kena thonë që herë, po edhe kur nuk e thojmë, si me thonë e kena një pjesë shpirtit në rejnë në vendlinje. Normal. Pa më shte se kena dhe familje tonë, dikush ka familjen, kush rejnë në tjetër, po kena dhe kujtime tona, por në rejnë atje. Pra, si është ajo lidhja jote midis Amerikës dhe Shkodrës? A shkoni, e frekuentoni, shkoni, boni vizita, boni kontakte me shokë, shoqe, me meq, me kushrin? Shë, Mark, unë jam nështë brezi i fundit i gjeneratës të rejtë dhe manë që janë shku mu lanë zallë kirit ose me shku lort vesit dhe manë është me i thonë të në brezave të i nuk di që është më apet po ti mund bash pak lidhe me këtë gjallë normalisht i Shkodra nuk është i gjallë që nuk harrohet jena krenuar që vinë për ati vend që tha njëri tha është me gen Shkodrën tash me të balla dhe lotaria se s'po më fjala për të shakas, do për të luajnave normalisht që e vizitojmë, unë ja u sugjeroj shumë amerikanëve, sidomos që ka shumë që duhen me retire, ka me dalë pension, ka filluar një trend tash këtë vit e fundit. Edhe bile kam çu dhe njerëz që kanë investuar atje dhe kanë blej prona në Bregdet. Po. Kanë me të knoqën, po. Po, jo shumë të shkojnë kanë blej prona në familje. Po se. Normalisht vetë shkojmë rregullisht me familjen, vajzën e çaj e kam balla shqiptare sa kali. Ashtu edhe normalisht kanë njerëz të afër, po nuk harrohet të mund pavarësisht. Ku do më shku në tonë botën me shëticën, ato në shëticën e dalin. Prap Shkodra ka një lezet tjetër. Ka hanbuk në vedi. Ashtu. Nuk mund t'i gëta greta qela dhe gjanat, po këta gjanat që generata dhe reja, për shumë si Elvisi, nuk din me i kuptu. Në gjatë, Elvisin e kena pas diri të shma të vogli këso. Të shna ja ki mori fjen festi. Por, e një. Imorshja. Fesh po këthejna prep të profesioni. Po më thoj. Cili profesioni po me lidh pak edhe me Shqipnin. Si mas përvojës tona, cili është ai dallimi më i madh i të kanonit prokuror këtu në Amerikë dhe në Shqipni për shembull? Është çështje filozofike. Jo më dash më bën si filozof, po çështje ka të bëjë me të mendumin, domethënë se si ti e percepton veten në raport me njerëz dhe me publikun. Çfarë do të thonë me këtë? Ashtu që në Shqipëri është ai ka kanë paktën, s'po them që ekziston me kanë që un jam prokuror dhe jam mbi gjithë, kurse këtu i je prokuror por i je nën gjithë. Çfarë do të thonë me këtë është fakti që un jam public servant, jam shërbëtor publik. Unë punoj për taksapaguesi. Nuk do të thotë që jam mi ligjin ose baj, më në fakti që jam prokuror do dalë feligjin sa herë duk. Nuk je si taj humori Shkodrona, a ki pa faqen 13, si janë Shqipni. Kjo është diferenca thelbësore, mënyra të perceptumit të raportit me njerëz është qasje komplet tjetër, mënyrat me numit, mënyra se si unë kur shkoj për shkak që thim sa gjyqi që flasim dalim we go on the record unë tham Endrit Topalli që profesion njerëzit unë qysh aty fillon që ti e këtu duke përfaqësu njerëzit nuk i të përfaqësu interesin personal ose interesat caktuar politikë ose këtanore. Duke e di se si është situata në Shqipni edhe si shkojnë këto gjana, e kishe pa vetin të e bët njëjtën punë në Shqipni, sikur ti ishe të jetu në Shqipni? Ja, nuk e shoh sepse thash se nuk do më duk që janë të shashit një. Jo. Ata i din ata defektet të ku janë. Jo, sidomos të 5-6 vite fundit kanë bërë reforma mallore, sidomos sistemin e drejtësisë, edhe kanë bërë domon bile para 2 ditësh
doli janë këtë tim që thoshe që 90% shqiptarëve shohin SPAK-un si institucionin më të besueshëm. Në 86% shifshin domethënë reformën drejtësi si suksesshme. Domethënë këta nuk janë fjalët e mia, po fjalët e raportit që doli recently. Edhe kjo tregon që ka një lëvizje, ka një frym, aty unë kam miq që janë prokurorë gjyqtarë, ka një frym të re domethënë që ashtu të përdorë standardet e këtushme, edhe ashtu si që këna pa, kanë noza gjana që nuk kanë panohë më përpara. Ashtu. Janë rrëstu politikan të nivelit nalt, janë rrëstu organizata kriminale shumë fuqishme, këta janë shenjat mira. Por problemi që në Shqipëri duke qenë se është vend shumë i vogël, dhe njerëz njihen me tjetrin, siguria për jetën dhe siguria për familjen është me dhe gjë reale, sepse prokurorët e gjyqtarët unë di me fakte që prapë më vazhdojnë të marrin kështime. Unë nuk kam qef më me i shoqënu me bodyguard ose me makinë blindu me 20 orë, nuk është tipi jam aja. Parnej se kisha bëhë gjë. Indri dhe edhe në atë gjina pavarësisht se nuk punojmë në degën tonë, në gjykata, që politika edhe drejtësia në Amerikë janë të ndonë njëna me tjetër. Pa. Edhe nuk kam një herë ose s'kam pa vetë personalisht në rast kur politika në hynë direkt në drejtësi. Nuk në hynë. Në shumicën e rasteve. Pa. Kurse në Shqipëri në dhe kundërta. Tërse nuk du me hi me bë politikë se na zbën politikë to, por në Shqipëri në dhe kundërta dhe kjo nuk ka të bëjë me politikën, por ka të bëjë me drejtësinë. Mendon ti që në një ardhme ndoshta edhe Shqipëria do e marrë pa këtë rrugën që politika s'do përdoret, nuk do bashkëpunojmë me drejtësinë ose nuk do ndërhyjnë drejtësi, apo do vazhdojnë kështu të gëshëtuar të dyja bashkë. Shiko Mark, presioni politik ekziston tonë botën. Edhe këto ekziston, por ka është më i rafinuar dhe është më kompleks. Nuk është ligjin. Nuk është aq i hapur sa që është Shqipëri. Në Shqipëri është ky fenomen, për shkak sidomos në reformën drejtësi çavanolli, që shumë kanë gjyqtar shumë të kualifikuar, por që nuk kanë justifikuar një pasuni prej shumë idioteske për 2.000 euro që janë shkaku. Kjo është një rast që diun personalisht. Ke individa që kanë pasuni 2 milion euro, ose 3 milion euro, ose di ke gjyqtar ala në Shqipëri. Që i dihen, të magdanë publike, nuk është sempre i shpikun. Shqipënia ka hinë në trajtimin e duhur, sidomos me strukturat e posaçme, SPAK-un, me krimin organizuar, por problemi është që si është shafon është që ato nuk kanë shumë resurse, nuk kanë shumë buxhet, nuk kanë shumë Shqipëria është 2.2 milion duket ka dalë 2.7 milion. 2.7 ka dalë. 2.7 milion banorë, edhe prokuroria posaçme ka dikon të rreth 27 prokurorë, domethënë që na nuk kanë jena dikon të 1.2 milion banorë, kena 98 prokurorë. Edhe domethënë puna, volumi i punës dhe volumi i dosjeve, se njerëz shohin SPAK-u, po SPAK-u nuk është për të llojit e krimit. SPAK-u është për fushat caktuar që domethënë ata janë shumë të kualifikuar për çështje specifike. Nuk mund të marrësh SPAK-u se të më do tokën ti ke hinë çaka dhe nuk është çështje SPAK. Por mendoj që ka hinë drejtimin e duhur. Unë shoh një fenomen që duhet të pas parasysh edhe gjë tjetër që nuk është vetëm SPAK-u si organi akuz, është edhe gjykata, që është institucion vetë, që ato i japin vendimet. Se më bëre për shkak për shkak të çështjeve që ato gjykues SPAK-u ka një presion publik dhe mediatik të vazhdueshëm kundër prokurorisë speciale, por faktikisht përsi nuk po japin përfundime, s'po japin konkluzione, por faktikisht është gjykata e që jep përfundime dhe konkluzione. Unë mund të bëj akt akuz të ndidhen, po ti si gjyqtar, po si Raçekiçit me on vendim, si e kam fajnon, e ke fajin ti. Se je ti që nuk i dollon vendim ose që duke i lënë liru personat. Kjo është një manipulim që aty i ba shoqënisë. I ba drejtësisë. Absolutisht, jo drejtësisë, por specifikisht aktit e prokurorisë. Prokurorisë, është po bëndaj si një nga kriteret kryesore është për të hyrë në Bashkimin Evropian është kjo. Drejtësia domethënë, që drejtësia do të jetë e pavarur. Ama s'ket nikim nga politika dhe po hi të zona me hi më herë më tan ka për politikë. Bashkimi Evropian se fiti për Bashkimin Evropian tash 20 vjet, 15 vjet, 30 vjet. Po me Bashkimin Evropian po thim na. Po. Bashkimi për mendimin tim Bashkimi Evropian ka kaq shumë probleme sot, që na me him Bashkimin Evropian i shtohet një problem tjetër. Edhe ne shtohen disa probleme tjera. Sepse Bashkimi Evropian sot për mendimin tim si qytetar i thjesht është
domethënë sa kanë ndonjëherë më këtë sa sot, është komplet në pikën më dobët ti politike. Mendimi jam personal. Për derisa më thamë punën e Shqipërisë, mendon ti që Shqipëria ka më hin 2030 në Bashkimin Evropian apo është vetëm përpara një politikë që bën qeveria për me marrë votuesit dhe me marrë karrigen apo? Shikoj, në me hëndë nuk kam që komentoj në pro ose kundër qeverisë, jo se jam me qeverinë apo kundër qeverisë, se nuk më takon për shkak pozicionit, por kjo puna 2030 më duket si puna Barcalet që i tha do në më martu djalin, tha po kur do në martu, tha po në shkurt, tha erdhi shkurti, erdhi shkurti tjetër, e pyetën këtë nanë e shkurt, ha më nanë ku i tha martu djalin, po në shkurt më, po ti kanë kaluar 3 shkurt, unë kam thënë shkurt, po se në cilin shkurt tha Skalon vet, domethënë kjo puna 2030 si herë ishte 2025, tash 2027, 2030, domethënë nuk ashtu marr vesh kjo punë, Po. Për te fushë Endri, du me ndru I fije prej politiket, sepse unë jam kundra politikës, Markun është pro politikës. Ja, në pika. Ka të shqiptarë mas me folë politikë. Ja, gjina mas me folë. Por të mendu në fakt se mylle këtë përgjigjen me një Barcolet, si me thonë, edhe të imaginu I ndritin mrapa kove, I ndritin jo me petkon e ligjit, po I ndritin në jetën para ligjit. E ka pas një jetë ma komplet ndryshe kisha thonë, dhe me thonë, pa punën, po hekun punën komplet të nuk jena të folish për punën, pa profesionin, ka ke një ndrit I futu në komunitet. Një ndrit që dikur bate prova dhe me Elvisin të shaknota, diftote Barcoleta në hasha se t'i gja, por ka ke një ndrit shumë I lidhur me komunitetin shqiptar. Unë besoj që ndriti vazhdon me kënë shumë I lidhur me komunitetin edhe shumë I angazhu me komunitetin edhe vazhdon me kontribu shumë, edhe ma shumë besoj. Edhe tesh. Të këna mundësi. Pa. Tesh na difte pra I fjesë, tesh tos po t'i xarrit të tana. Tesh te do hon deri tani jo të shpoj un bëu plasi I bom këtu që skup të monse. Mas më bashku në law school këtë podcasting që apo son me Elvis. Zote që I ba prokuror se nas kishin pas shans me pas këtë gjë. Elvisin kena pas baku, kena para siç e thati para shumë. Po s'kan ekzistu podcast. Pa. Man bëhet fjalë let 11 ditë përpara kena tentativat e para për të bë podcast, dhe kena bë disa regjistrime shumë bukura. Që mesin gjë kujtime të bukura. Jo, në fakt në arkivin shtetëror. Tani pas kjo dritë. Ja, unë kam kanë ku kam kanë, edhe kur kam kanë Shkodër, kur kam kanë edhe këto, siç e tha Joana, gjithmonë kam kanë I përfshim në komunitet në mënyra të ndryshme. Vitet e 2014-2015 domethënë fillimet kena bërë shumë aktivitete muzikore, party me këngëtar. Masandaj normalisht tu rrit tu pjek në shojnë prioritetet në shojnë mënyrat menumit. Aktualisht mënyra se si unë jam I përfshim është me Gjergj Kastrioti Scholarship Fund, që jam një prej anëtarëve të bordit Gjergj Kastriotit, që japim diku te $170,000 bursa. I kena dhënë vjet edhe do që është një ndër gjanat më të bukura që organizohet këto në Michigan, sepse është në mbështetja për rinin. Po, domethënë është jo vetëm, nuk do të thosha me shumë modesti, nuk do të thosha vetëm Michigan, po është I vetmi në krejt Amerikën si organizat, domethënë që komuniteti suporton edukimin e brezave të ri. Edhe na si board mundona që çdo vit me rrit sa më shumë fonde që me rrit numrin e bursave. Ma japin diku rreth 30 bursa me një vlerë diku mesatare $5,000 deri në $6,000. Edhe kjo është mënyra aktuale që un jap kohën teme. Po ka më bukur, se do të thonë është brezi I ri që ju jepni një suport se jo të tonë kanë atë gjendjen, se vet edhe ti edhe un ton emigrantat që ti na çort, që nuk është vetëm kontributi jam, kjo është komuniteti I krejt komunitetit. Po, patjetër, por është kjo organizat. Po. Që je pjesë e kësaj organizatet, me dhanë zemër njerëzve, se shumë njerëz ndoshta edhe nuk e çojnë fëmijën se kanë atë drezin, edhe duhet me punu, ndoshta I kishte me marrë shkollën për 4 vjet, I shkan 10 vjet për arsye se 2 hallës I ka njerëzit I soj, edhe është
kjo jep një ndihmë edhe një zemër që po me fitu këtë mundën me shku edhe i këtë vjeta, mundën me bë edhe këtë semestër, edhe është një gjë fantastike. Shumë e bukur. Shumë e bukur kur bëjmë me zgjedhjen e studentave, sepse kena 100 aplikime pothuajse, është komplet në mënyrë krejt anonime, nuk e dim se kush është kush domethënë. Por kur lexojmë këto esetë e studentave, se një pjesë e aplikimit është kanë bëjmë një pyetje, çdo vit ndryshojmë dhe i pyesim lidhje me Shqipërinë, raporte me komunitetin ose një sakrificë që kanë kaluar, domethënë deri në kur lexon disa prej këtyne janë shumë prekse. Janë shumë nuk e din kurse ç'është të hekaj tjetër. Atë se njerëz gjithmonë projeksojnë një çka tjetër, por përmbrëma kanë komplet gjë tjetër edhe. Po na i do në gjë që të komet në memorien tonë, pa për na emna. Histori domethënë që ishte më një për një student që kishte vdek nana, edhe manaj edhe një periudhë shumë shkurtër kishte vdek në kollë prini tjetër. Edhe ishte gjatë periudhës Covid thëman, edhe ishte student internacional, që ishte këtu vetëm krejt, edhe ishte ose imagjinoj domethënë me kanë këtu tek pool gjatë periudhës Covidit se tonë din si ka kanë. Me dek prend mos me mujt me shku, shumë tragjike si event, por edhe mua pëlqen, më thënë drejtën, është nuk është tip si prekën fort shpejt, por kur i lexon më thu wow. Edhe prapë vazhda student ekselent, ka marrë duke tash edhe ka dalë karrierë, ka dalë në jetë edhe është vazhdon jetën domosdoshmë. Ma bukur kësaj është që shumë prej studentave që marrin bursa vinë dhe japin mbrapa. Për shkak të studentëve që janë super suksesshëm, që vinë japin ka 10.000 dollarë. Edhe e bën në mënyrë anonime, se thonë nuk do të kështu po. Më përmend. S'ka më bukur, pra ky ishte në fakt kisha dashur me përmend edhe herë këtë mesazh, të studentë të rinj që këto japin kur dalin në jetë, suportojnë një tjetër. Kjo na kena thonë edhe, na kena dashur për me kanë kjo pra lidhja, suporti, se jo çdo kush e din punën që bën ti. Ti edhe tan grupi juaj, se nuk është e jotja komplet, nuk e di se sa është tan staff, 9 vet, tan jepni atë, por nuk ju astyne nuk i shkon puna dëm, sepse kthehet edhe jep diçka me ndihmë dikën tjetër. Ku ka gjë më të bukur se me kontribu për të ardhmen, sepse rinia janë e ardhmja. Ardhmja janë. Absolutisht. Jo, më ndër unë kam kanë me fat gjatë karrierës time, qysh në fillim domethënë që kam pas njerëz amerikanë që më kanë mbështetur, që s'kan pas asnjë lloj detyrimit moral ose interesit me pa ho prej meje, por më kanë suportu, janë bë mentorat mi, më kanë shtyr me përpara. Normalisht thash, çdo gjë shumë e konkurrueshme dhe sot ai match me kanë herë States, po më kanë dhënë suport edhe një prej tyre që sot tek sa ide kam mik, kam thonë që për shkak pse më keni mua, din, se njëri gjithmonë me gjet thot po më kanë ndihmuar, thot mund të më kanë ndihmuar dikush tjetër, thot. Edhe unë thot kam ndihmuar ty, thot, po çfarë pret pe email për shkakun, si të problem ose asnjë gjë, thot, thjesht thot mua e mend thot që kur dikush tjetër kërkojnë ty ndihmë, thot, you paid forward, se s'di si me thonë kështu. Pagu përpara. Në fakt du me thonë një shprehje se e lexova para pak ditëve, thotë nëse të vjen dikush me të kërkuar një ndihmë, jep ja ndihmë, sepse ti je personi që Zoti ashtu përdor për me kthy, me ja bë domethënë lutjen e tij realitet. Edhe me pak fjalë e kisha te kjo që dole ti që ishte ka thonë që kur të vinë dikush tjetër, ndoshta primën ja kthen lutje nëpërmjet Zotit na përdor, se Zoti sulet në tokë me ndihmë njerëzish. Por kur të ka ndihmu kush, nuk e harron njëri me ndihmu edhe një tjetër, se e din të paktën se si je niti, ose mbresa që të kalon, ose si thash, miki joti ja la kësaj dite, sikush e ditësh sa vjet e njeh këtë person. Absolutisht. Pra domethënë ke kthyat mirënjohjen tënde, sepse mirënjohja është një vërtet shumë kryesor, sepse ka edhe njerëz që ndoshta edhe harrojnë atë që i ka bën derën, edhe shumë edhe harrojnë në fakt se sa janë mirënjohësa, kështu që të përgëzojmë edhe për mirënjohjen, edhe për modestinë tonë, që ti atë mirënjohjen e ke kthy në kontribut për të ardhmen që është rinia shqiptare. Monona,
edhe unë kam kënë me fathash, jo edhe më bresh, po për shembull, pa thama këtë tjetër, që një për persona që më ka ndihmu kur kam marrë në fillim të kënë ti për shembull. Edhe unë sa harroj këtë gjë. Unë e kisha harru pra. Se kam harru. Sepse nuk e di as çfarë kam ndihmu, domethënë do të keni diçka krejt të vogël sa unë kam harru. Për mua kanë shumë e madhe, por njëri domethënë gjëmon mundohet me baç që ke në dorë, edhe me mas më ofrojnë forcë, se shkolla kanë rrjetet sociale që puna këtë bonat, dhe ta bëj herë video më difte se çka kam bërë. Domethënë është më mirë që mi bë të punë pa shumë zhurmë, edhe me të rëndësi ka që është bëja punë e mirë, edhe masane njerëz avancojnë nëse ecin përpara se rezultati i kësaj. Ja, sepse është edhe tjetër se kur të prihet diku marr thu, çfarë po s'ke bë më zot të mirë ti që të ka heci kjo punë. Ja, një ata që s'ke vëllë. Unë kam dy pyetje. Marko vazhdaj. Ja, është më një Njëra është të patë parasysh se jena shumë shqiptarë në Michigan. Edhe unë e di se të njeh shumë, a ka dalë një si puna e me thanë, më ka dhënë polici gjovin ngrit ma herë, gjovin aman flok ma herë. Edhe më marrë për që ja ma herë si dalë. Nëse kena zakon në shqiptarët me bashkë. Ja ma herë si dalë, më marrë këtë shikë të ka standarde tjera, nuk është se jam, if anything, në i gjatë më hanë, mu pak në sytë ligjit, jo se jam më mirë, po ma një shkallë ma në nga ana ligjore dhe nga ana morale, se ti supozohesh i avokat, i prokuror, nga ana etike, nga ana personale, nuk jeni një shkallë tjetër. Absolutisht. Është nush me katë me red light ti, nush me katë më zonë, s'më t'jolli edhe prokuror. Si e kaloj, si ti vetë. Kurse e dyta ishte për diasporën këtu në Michigan, ti njeh tana institucionet e diasporës, edhe ato kleriket dhe ato shoqatave njën në tjetër dhe janë shumë të lidhën së bashkut. Qa është një diçka që ti kishe për shembull me ia sugjeru, pavarësisht se bën një punë shumë të mirë çdo shoqat, por qa është një diçka tjetër që ti kishe me ia sugjeru ata që të kombinon njëra me tjetrën, të bashkëpunon njëra me tjetrën, apo Ka pyetje shumë e bukur, Mark, që e them kudo, edhe jo çdo tonë janë të happy me këtë që thëmë, po. Na duhet të mësu si komunitet, si shoqata, si organizata fetare, ato e bajnë, që me lujt në skuadër. Problemi ju nëse shqiptarë është që tek në tonë jena njisha. Pa thëmë shëndale. Jena ekscelenta. Nuk ko dhe më vash, asile i fushët, mjekësi, drejtësi, shkencëtar, mësues, profesor, të tanë, jena shumë kompetitiv si natyrë. Tonë shqiptarë, jo vetëm të tonë e kena këtë. Problemi është kur bënë në skuadër dhe më hanë, aty na hub topi. Edhe kjo është një gjatë që generatat e reja janë të ndryshu, brezi mas viteve 95-2000 që janë të rritu, kanë një frym tjetër kanë, dhe nuk janë ashtë lokalista sa e na. Se kjo lokalizmi është gjoha mirë, po kanë ashtë edhe gjoha keqa, që t'jena realist. Nena mungën për shumë, kanë fillu shumë nismat këto mujtë e fundit, një ka fillu nisma për Albanian American Chamber of Commerce, që jam i përfshim, që është një njëpës që i mungon shumë komunitetit tonë, për shumë, komunitetit kaldiane kanë edhe, por të më thuë, që na duhet chamber është nana e tënat mirave, në kuptimin e fjallë, sepse ti mundesh me influencu politika, mundesh me influencu institucione, për shumë... Me kriju lidhje... Po, absolutisht, një shemë, për shumë, pëse me pas mëjë për këthys, në kuptimin e fjallës, kur ti mundesh me pas shqipat gjatë. Shkon me lanë patent, përrimin e patent, shkon e ke shqip, shkon spital e ke shqip, shkon të zyra federale e ke shqip, pse? Sepse ti e ke atë forcë, atë presion politik me vot, për me i thonë ati kongresmenit, senatorët e zonihen, e na 150.000 vjetë tu, edhe këtë mboj, u imi të koda që jashtë për këtë, dhe pëse mas me e ba. Kja është të marë mesazh, jem është këdo që thëmë që... Sa më të bashku? Jo edhe me fjallë. Jo vetëm me fjallë. Po me vepra. Edhe të marë, mos t'jena eksperta, se është dhe kja fenomenti i gjithdis. Kja është i di tëna. Por, a me nënë që është pak edhe gjelozi, se thosh, ti the, i në tonë njisha në vedi, po me kënë dy bashk. Unë se shaf është, për kuna zi, e shaf kështu, si, dhe më që dy bashk një fush një në matë fort. Po,
pse nuk bëna Në bashkë. komunitet është pyetja. Do të thonë, a është ndoshta xhelozia që nuk bëna bashkë? Nuk e ndihmojmë, e kena pak atë Çështë breza është kjo. Domethënë kjo ka të bëjnë pak edhe me periudhën komuniste, se kjo është i thonje urtë e re, thotë shqiptari tona ti fal, po suksesin s'ta fal. Se ta fal djalin, ta fal shtëpinë, ti fal tana për jo suksesin. Edhe kjo ka të bëjnë pak me të kaluar. Sepse unë nuk është se kam jetuar kohë, por ka pas mungesë theksume gjana materiale, gjana dhe ma bazike t'jetë, se dhe normalisht këtë është i transmitohet kur vjen këtu, i këtë tana, dhe thu që vetëm për veti. Por brezi i ri dhe ma hana nuk ka këtë mentalitet, këtë mënyrë të mendimit, nuk ka shof shumë, por këtë xhelozia nuk është punë çështë xhelozia, po thoshë po pasonohem mirë për veti. Po shiko, Amerika është aq e madhe, ka aq shumë mundësi, sigur 300 avokata me kanë, të 300 kanë me pas punë. 300 doktora me kanë, 300 doktora kanë me pas Ka vend për tan. 300 bankiera me kanë, ka sa dush, domethënë, nuk është, duhet me e pa nga ky prizëm. Nuk është me e pa, domethënë, që pse u bë kjo, po merr mua, çfarë është për mua, është për mua, çfarë është për këtë, është për këtë. Ka është edhe një shprehje që i ka ndalë fatkeqësisht shqiptarit. Fatkeqësisht. Edhe i tha Zoti, që ti urosh ati i herë, ka me të kthy ty 2 herë. Edhe në moment i tha, hekja një sy. Ja hoqi të 2 vedit. Sepse kena për atë që pse me keni ndriti më mirë, pse me keni Marko Amanjola më mirë, e kena i thje me ja hek pak atë. Ka filluar në show, Unë jam optimist si natyrë. Kurse unë jam dakord me Indritin se mendoj që prep nuk janë ata njerëz që janë tamam plotësum që e kanë atë. Kur je plotësum, ti shef tjerë si inspirim, ti shef tjerë si domethënë ti don me mësu për i tyne. Kurse kur nihesh ndoshta ka njerëz që nihen inferiora, atëherë si me e plotësuat bushllekun, fusin e mushin me xhelozin. Është shumë e vërtet, me të thënë drejtën e drejtë, na po më na lënë sonte këtu, e gëdhim. Do të bëj pyetje të fundit në lidhje me profesionin në fushën e drejtësisë. Çfarë është një diçka që kishe pas qef për shembull me marr prej sistemit drejtësisë këtu dhe me apliku ndoshta me zbatu në Shqipëri, diçka që ndoshta kishte bë një diferencë atje. Ka shumë gjana, ma marrëmendja, po një diçka që mendon që është e rëndësishme që atje nuk ekziston ose nuk zbatohet. Shiko, kjo është pak fundamentale si përgjigje, për arsyeën se do të kisha dashur me bë sistemin me juri, sigur është këtu. Domethënë, po është sistem common law që ka Amerika dhe Europa nuk e ka, se Shqipëria ka sistemin kontinental që ka me bazë në drejtën e ligjore franceze. Po, menoj se me duke pas sistemin me juri, do t'ishin zhduk shumë presionet në sistemi gjyqësor, tash ka është pak jo realisti si përgjigje. Por që do të kishte kene mundën sistemi me juri me 6 qytetar që i gjykojnë një çështje ose me 12 qytetar që gjykojnë një çështje, edhe ata japin vendim, e besoj që do të kishte do të kishte pas një efekt shumë të madh përsa i përket korrupsionit, edhe përsa i përket presionit që do të ishte bërë nga politika ose nga krimi organizuar kundër gjyqtarëve. Thash kjo është pak jo realiste si përgjigje, po të kisha pasur në dorë me ndryshu, do të kisha bërë këtë gjë, që me bë modelin e drejtësisë amerikane, jo sa është perfekt edhe këtu, por nuk ka më të mirë saj. Sepse këtu ke drejtën me jury trial, siç e dini, që shumë pak vendet botë se aplikojnë. Vetëm Amerika ka këtë gjë. Tash ja ndërprejva i herë fjallën gjuhën, for biseda ishte aq e këndshme. Por tash duhet me na dhani fjalë ti që atë pjesën e dytë flojës me vaj di tjetër. Domethënë na ordnoni prap në studion tonë. Po jo si prokuror, më shumë si shkodran edhe ndoshta me shpreh një talent tjetër. Tanin që nuk e kish shpreh deri tash kështu me kamera. Ne diftove ti tani. Prap ke mojt një shumë ç'a më thonë në shkret atë skena ç'a më thonë. Të falenderoj edhe herë për ardhjen në Oda Podcast, derisa më diftu edhe shikuesve
që unë i ndriti edhe Elvisi, ne i gjena të dalim shëtit, kurse Manjola me Gjani janë të shku në shtëpi prej ka. Falenderoj për ftesën, nga si që ishën mesin tuaj, edhe vazhdoni i bani punë shumë bukur, edhe është i gjonë pëse që i ka mu komunitetit tonë, edhe kja është i mënyrën për mi lanë komunitetit, edhe kja ko është edhe kja. Edhe ju keni halët e punët e tuja, se është s'keni që me bale, pajtë se po bëjmë podcast. Po jetë të tonë e dine? Po, unë pa thama që ishime dhe jone, dhe kështë që ju vlerësej për këtë gjë. Faleminderit edhe herë që ishe pjesë e Uda Podcast, të turu shumë suksese në jetën personale edhe profesionale. Faleminderit edhe herë. Plesier të emja, shumë faleminderit. Përshëndetje gjithë, mirupafshim. Pra dhe emisioni toni erdhi fundi. Shifemi në emisionin e ardhshëm. Natën e mirë dhe mirupafshim. Mirupafshim. Natën e mirë.